Në që se ke varti, basë është mërzit. Kush? Atë më intereson mu. Se qa thoshte, se vesha për të bje keqe. Je për të qafu, edhe më ka kërë të më provoku të një. Je për këshu e pa shu edhe. Kujdes. Që kujdes? Se do të bëj, do të ruaj lartë e poshtë. Jo që fu. Au, si? E gjatë në fjallet. Do marrë një briskë, do filloj, do të këshu këtej. Më falë briskë. Edhe mu drejtua serios, nuk se mu drejtua që të qeshten, që ose do ta kapte me të qesh me këtë gjë, do ta kuptoja do ta kuptoja që diçka nuk shkonte. Po, te? Ma prishim punën më njerëzit e tjerë. Do prishim punën për fali njerëzit e tjerë. Më jo, thash, ishte mërzit pak për familjen edhe iku me dorën. Po që atje, hajde prapë. Si? Po ta qoj atje të vi prapë. Po mi më do mosh frë, bërë tani se... Jo, nëse ke partenin e vetë, do da, partenin e vetë këtu rrim, gjdo, e para do rrim këtu brenda, jo të tjerë. Mi më mirë që të Reziston farë. Po këtë gjë mi kontroli farë, më kupton. Pa jo, bërë se jam shoqë tani, unë e kam vlerësua gjatë, tani ti skep se që vlerëson. Së është logjikshme. Nuk është, s'është problemi jotë kjo pjesë, më kupton. Unë po të them që tjetër, nuk po të them që je gabim ti ose gabim partneri jot. S'ka lidhje që është partneri, po s'ka lidhje. Ka bërë veprime, që okej, nuk kemi një problem, deri në pikë. Ka i problem, po e quj problem? Kushe Ose diçka. Jo, mu gjithë ndodhë, domethënë dhe një, që nëse dikush ka i problem dhe ti je partnerin po, ama jemi okej, se ndihmoj s'është ne që e keqe. As nuk marr për keq ndonjëherë, edhe po në lësh mu mes rrugës dhe dikush është keq, që e ndihmon nuk ka ne gjë të keqe. S'kam thënë asgjë këtë, po këtu është jashtë. Atje është jashtë, këtu është brenda është një gjë tjetër. S'ka lidhe probleme, por thjesht ishte mërzit pak edhe. Jo. Mikrofoni. Thjesht ishte mërzit pak, kupton edhe. Ishte mërzit pak edhe mori atë me shku deri te... Dio kur, po këtë moment tani... Se që thanë se të mungon gjystorit edhe banami, mos u stresë kot. Ja thash Gjeli tani. Mo më vjen keq, thash, po s'është problemi im, kupton, s'kam marrë tu për të qajallet e tua ose të dikujt tjetër. Musa prapa është mërzit. Si? Musa është mërzit. Për qa? Për qa sepse po mërë kohën me partnerin teme, tha. Erdhe të bërtit mërna, ku erdhe këdha marrafinë. S'kam dhe thonë me i kry halët kuj tjetër, kam lojën time, jo lojën e tjerë. E para gjohë si herë, të vind të ma thojnë mu, thuja ombrës, sa të nejta jo me partnerin tone, ose shkaja themun mrapa. Normalisht jam këtë gjaja munu me dhënë koptim më dhe ombrës, i kam foli 100 herë, po si duket bisedat e mija i kam marrë për keq. Ti mune shumë mirë marrë me ma thonë mua, kupten? Se nuk një sekund të flasë atë besoj që dona mund të zgjedi gjërat në vend time sepse unë nuk jam njeri që kam shumë mohabet. Okej, një gjë. Më shumë herë të qatë, më kupton, ku janë ndonjëri në krevat ose ku është një formë respekti. Se gjërat unë i kuptoj, më kupton. Okej, apo më lën mund të flasë atëherë mundesh me fol sa dushti se 2 fjalë kam me të thënë. Dhe me thënë, mundesh shumë mirë marrë me ma thënë mu, nuk mundesh me a thënë Nelit heq, se po shkon si telefon i prishën atëherë. I duket sikur është largu dona për ti që është ka marrë këto. Jam mërzit në thëmë dhe kjo pjesë. Më pengon shumë kjo lloj pjesë edhe për të bën shumë gjëna tjera. Sepse nuk po del aty ku duhet dalë. Nuk di çfarë të them. Do penalizojmë shkak se do ta mosh menjën vetëm këto. Mrena 4 mureve. Po nxorë menjën prej këtyre 4 mureve nuk luan dot zemër.